Bravo. Edhe ishte një lajm fantastik. Po normal, se cili do një gëzu çdo të mirë për vend. Uganda. Çka ka lidhje kush është qell? Jo, Kenia më fal, se Uganda më herët ka qenë. Kenia është Kenia nga me gjithë respektin për Sudanin, Kenia është njohje kvalitative sepse është shtet funksional. Në kopën njohje, në drejtën ndërkombëtare njohje kualitative edhe jo kualitative nuk ekzistojnë. Sepse Kosovë i vjen edhe numri thjesht, o zoti Gosh. Të vjen numra zoti Gosh. Neve na vjen edhe njohja dhe Sudani të Gosh. Neve na vjen numra në çështë situatë ku jemi. Qëre, neve na duhet edhe 10 vende për me mri 2/3 në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Çdo njohje është mirë se ardhur. Mbesh aeroplanit letërën presidenti ja vetë kualitative jo kualitative mustanimo. Është skandal, mi thon. Çfarë? Ma dhon të kontohet po skandal. Edhe politikisht Kosova shpeshherë ka dështuar këtë drejtim. Politikisht korrekte madje. Po s'është, absolutisht. Në shumë raste ka dështuar duke i cilësuar njohjet kualitative dhe jo kualitative. Tani ne nuk mund ta krahasim Sudanin me Izraelin. Po ai Sudani se vetë administri ai deri te obori ministrisë kish kompetencë vëlla. Edhe tash me krahasu me Kenjen, me gjithë respektin. Kenya është superfuqi në shtetin afrikan, a Sudani faleminderit që na ka njoft, po nuk ka që i vetë kush marrëdhënie ndërkombëtare se s'ja vetë ministrin atë në bora e roja që e ruan atë ministrin. Presidentin Al-Bashir e ka patur edhe e ka edhe më tutje. Kështu Beogradi po thot, blej. Jo, Beogradi tha Beogradi tha që atje ka mosmarrje shtetrore në Sudan, prandaj dikush e ka njoft çaj që s'vetet në bashkë e ka njoft Kosovën. Kjo fjali tipike që e thot Beogradi, zgjidhoj. M'fal. Ka mendono Darfuri më e rëndësishëm ky kryeqyteti i Sudanit. Po kthehemi për të temë se dulim për temë këtë. Në kviz të gjeografisë. Me thonë kush më rëndësishëm, kush më pak rëndësishëm. Gjithë e kalon Republika e Kosovës ka nevojë edhe numri është absolutisht. Po pajtohet ka nevojë, kjo ka shumë rëndësi shumë të madhe. Kështu s'kemi dilema. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Edhe po çse do të kishim më shumë njohje do të ishte shumë më mirë. Se sa që tani. Po neve na intereson nesër. PDK-ja sikur e pat një heshtje, një takim që u mbledh, ndërkohë që zoti Hamza kishte shkuar në Hag. Sadik se ti me siguri e presin që nesër kthehet zoti Hamza, me siguri e presin që e morën e mendimtine sepse këta kanë mojt sonde një mbledhje. Nesër kthehet apo sot është kryer sepse nesër ora 10 është çështja e Po jo, ai ka edhe telefon me vete. Të folën në telefon, s'ka rëndësi. Po folën në WhatsApp. Presin ose presin. Ai kanë folën. PDK ka mojt në takim kryesia e PDK-s. Kanë thonë se deklarohen më vonë, s'kanë thonë deklaroj tjetër, edhe pse kanë thonë se ne qëndrojmë. Prandaj unë po them mos ka ndonjë joker këto të shtuar diçka. Po na befason PDK. Me dhoni mendim nëse njerëz PDK-s po e mohojnë absolutisht mundësinë që edhe vizita e zotit Hamza në Hag mund të sjellë ndryshime në qëndrimin e tyre politik. Po ka qenë vetë vendosur. Po jo nesër. Jo, ka qenë më herët në Hag, nuk ka qenë vetëm Hamza, ka qenë Memli Krasniqi, kryetari nuk pres lëvizje që ka. Po unë dosha vetë Goshin me lidhje që do. Po. Për Duda Baljen është fol që është taku me Radojqiqin Kopaonik me datën 28. Po qitë punë. Ndërsa sot i afro Duda Baljes një post ministror. Vetë që to, a është e kuptueshme Kjo është e pjesa e moralit që zoti Gashi përmend. Edhe ka moral në politikë, edhe ka moral nëse ka ndodhur. Nëse s'ka moral është nëse jepet një post ministror Duda Baljes, ku deri sot në ora 3, 4, 5 është akuzuar se është taku me Radojqiqin Kopaonik. Kjo është e rëndë. Unë kem të bisedu, a mund pahiri mos i ka iu i mrena, mos u ka japin dikush tinza cigaren në PDK aty nga emrat e mëdhaj, që mund me çu nesër dorën për qeverin, e mos tjetë ky besoj arsyeja e kësaj heshtje për Duda Baljen ka të PDK-s. Se sa për që e presin Petrin Hamzën, shka ka me thonë Petri Hamza. Pre ati nështë kona i sharet pre e Kopaonik, Radojqiqi, ministria. Drenori e kërkoj fjallën se pastaj pyetje të publikut do të vra? Po që të kthehemi pak edhe në të ruli i PDK-s tonë që si to. Të Duda të shko të PDK-a, bre. Ku ta ban Duda tani, ku ta ban PDK-ja Dudën tani, ministër shka kënë thonë. PDK-ja s'ka thonë që o takuaja. Pozicion më të arsyeshëm se Partia Demokratike tonë që stas s'ka lujt asnjë subjekt politik. Për sa thashë merë ka qenë pa nevojshme Aleonca me dalë shumë për se s'ka fuqi
Po LDK-ja?